fakt nuk ka qenë një sherr midis nesh, ka qenë një sherr nga ana e Nedës. Unë praktikisht nuk jam përgjigjur fare për hir të respektit që kam ndaj institucionit të Top Channelit, të vendit ku ne jemi, ku ne shkojmë, ku ne flasim, të asaj dritare që të jep mundësinë që të flasësh. Kur unë kam qenë duke hyrë në studiot e Top Newsit, Neda doli nga kafe që është poshtë dhe mu ha kërry duke më thënë që të vit turp që flet për mua, që më komenton mua, unë të kuptoj që ti e bën për të mbrojtur shoqen tënde, Rozanën, por ki kujdes me mua sepse unë të hedhe në gjyq. E vetmi përgjigje që Neda mori nga unë, sepse nuk mund të bija kurrësi në atë nivel të ulët të reagimi që pati, ishte vetëm që më vjen keq, për sa kohë jeni pjesë e një formati që është më i komentuar në Shqipëri, siç është Big Brother. Dhe ti duhet të jesh falendërues të Top Channel për këtë gjë, që ta dha këtë mundësi. Dhe shumë të tjerë kanë këtë ëndër që të jenë aty. Ti do jesh pjesë e komenteve, jo vetëm të mijave, po të gjithë njerëzve, sepse është i tillë formati.